E keni nxoni shtek caktuar jo thoni na që shtek garud, që të na jemi inshallah. E kanë nxon diku në shtek, leja që ti një mëj, tash ti qeni shtek tjetër, ti qeni punë tjetër. Që kjo është e duhur atë. Bashkarisht i shërbim një kauze, po përmes shtigjeve ndryshme. Është ka shumë shtigje. Dikur për shembull është për krahas i projekteve. Edhe nisim menu që nësone na ju keni me metat. I themi Allahu xhaven sanat. E punë selam. Bien Allahu më të mirë. Fushlir. Ai që menon se largimi i tij apo e bllokon punën i themi yastabdil qawmin ghayrik. Bien Allahu më të mirë. 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 I bururizoj 10 vite të themelimit të një mediumit vogël me një davet modest dhe që quhet muslimani i dhe. I themi Allahu xhaven sanat. E punë selam. Fushlir. Sot njëtën tonë, përdesh me shoqërinë tonë, ka shumë probleme, ka shumë kriza, po, ka shumë domosdoshmëri negative. Na si besimtar e ndjejmë një përgjegjësi ka shi popullit tonë. Do ne me punu për me shpëtu rinin tonë, nga degenerimi, nga shturja, nga aktivitetet degeneruese, sikurse po e shihni për shkak çfarë forma organizohen, çka bëhet. Tash, nëse je pjesë e një grupit, caktuar ke punuar, tash janë dy gjëra ka shi këtij grupi. Vazhdimësia me ta, që është e kërkuar dhe dobishme, me s'ke fillu, tash vazhdon tutje, me ndërtu projekte, e keni nxoni shtek caktuar, jo thoni na që shtek garud, që të na jemi inshallah. Ju bëni shtigjet e tjera, dal ngadal. Prandaj edhe po them që nuk është mirë që grupimet të ndryshme të vllaznive me përsërit punë të njëjta ato. Nuk ka mirë për shembull me u duk nga distancë si me kon konkurrent. Bashkarisht i shërbim një kauze, po përmes shtigjeve ndryshme. Është ka shumë shtigje. E ka nxon diku në shtek, leja që ti një mëj, tash ti qeni shtek tjetër, ti qeni punë tjetër. Që kjo është e duhur ato. Nëse në shtekun e duhur, i në grupin e duhur, vazhdo tutje. Dhe dole nga ky grup mund me kon lloj përjashtimi. Nga Allahu azza për shkak të sinqeritetit mund të ketë. Allahu azza wajalla në rrezë e ka përmend fjalën yastabdil qawmin ghayrikum. Ju zëvendëson me të tjerë. Ose ti si në gjendje me një pejgamber asam, që Allah ushtar tjerë, rriti hurma tjetër. Nëse ju për shembull e shihni që jeni lodh mo, valla te buku larg atje, ku më shkon xhat nërsit na tani vjen era keqe apo atje, shkon munafikat apo ose ata i kanë problem gjinin fevore, kanë shumë tërheqëse, unë me lutim monin tem por im të dinë, për mëna. E pejgamberi po shkon atje, mi e akuzoi fitnë apo. Munafikat ças flasnë. Që ty Allah ka një stabil qawmin ghayrikum. Ka pejgamberi sahabë që ecën ti rre në flat kafën, apo. Jem përjashtuar nga projekti i madh. Dikur për shembull është për krahas i projekteve. Edhe nisim menu që nësone na ju keni me metat. I themi Allahu xhaven sanat. E punë selam. Bien Allahu më të mirë. Fushlir. Ai që menon se largimi i tij apo e bllokon punën i themi yastabdil qawmin ghayrik. Allahu ka ndëruar. Çfarë Allahu tira? Ai që menon se prezenca e tij, aftësia e tij është përcaktues i punëve tona, projekteve tona dhe si ai të largohet, na jesëm qyqe, i themi që Allah do është haj për lyshe, i zëvendësuar këtë citatën. Bien Allahu dhe më të mirë. Bien Allahu dhe më të mirë. Ju largim të arsyeshëm për më shku diku më lehtë më shumë, po më tepër vetpëlqim, më tepër hased. S'ka mund me bajt filonën apo. Në bërë rrezimit. Këto që ndale të ndershme. Dale për shkak xhiliz, dale për shkak se s'po ma din, dale për shkak se merr pozitën ku ai mendon se të më pas, këtu janë dale të pandershme. Këtu zbatohet ajo që Allah thotë yastabdil qawmin ghayrikum. Kur zot Allahu azza. Bollë çan më të mirë. Projekti ka ecë e njerëz ka shku brapa. Domethënë, me që janë pjesë e juvja, tash zot kusej pa ju shumë për honë gjithka. Ka tilla, përgjithësisht. Me s'ma keni ditë mu pozitën, tash ka zë kush e mune. Të rrezë kanë projekte të caktuara. Allahu te barekuhu teala cakton që me pas njëri që ta provokon imanin. Ta provokon sinqeritetin. Pas me konkret mirë që dojnë të ta çan dikan. Hajde tash shpërsitë. Andaj pas frikë njëri për kësaj se Allahu xhallahu ala të zëvendëson me kuptimin që e përmend Allahu në rrugë.